Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Punimet për rikonstruksionin e shkollës 9 vjeçare Pano Nikola Meniko në Imar janë drejt përfundimit. Investimi ka transformuar ambientet e institucionit arsimor, duke krijuar kushte më bashkëkohore dhe më të përshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor. Ecurinë e punimeve e kanë parë nga afër edhe Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro dhe kryetari i Bashkisë Imar Vangjel Tavo. Mungesa e reshjeve dhe temperaturat e larta gjatë muajve të verës kanë ndikuar edhe në punën e bletarëve nëpërmet. Thatësira ka sjellë tharjen më të shpejtë të bimësisë dhe paksimin e nektarit, duke ndikuar drejt për drejt në sasinë e mjaltit të prodhuar. Qafa e pazarit në Gjirokastër është kthyer në një skenë të hapur të traditës, ku ritmet e folklorit dropullit kanë sjellë ngjyra, muzikë dhe gjallëri në kuadër të ditëve të Ison Bikaldrëm. Veshjet tradicionale, vallja dhe tingujt e muzikës popullore krijuan një atmosferë të veçantë, duke tërhequr edhe turistët të cilët ju bashkuan në ritmit. Në Maricajtë me Maliajt u inaugurua rindërtimi i tyrbes ku prehen Baba Veliu, Baba Feimi dhe Baba Islami. Ceremonia bashkoi besimtar, banor dhe përfaqësues vendor në një ditë kushtuar besimit, historisë dhe traditës. Rindërtimi i tyrbes vlerësohet si një kontribut për ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të zonës. Ju njohim tani më gjërësisht. Punimet për rikonstruksionin e shkollës 9 vjeçare Pano Nikola Meniko në Imar janë drejt përfundimit. Investimi ka transformuar ambientet e institucionit arsimor, duke krijuar kushte më bashkëkohore dhe më të përshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor. Ecurinë e punimeve e kanë parë nga afër Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro dhe kryetari i Bashkisë Imar Vangjel Tavo. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro dhe kryetari i Bashkisë Imar Vangjel Tavo kanë parë nga afër ecurinë e punimeve për rikonstruksionin e plotë të shkollës 9 vjeçare Pano Nikola Meniko në Imar. Punimet në këtë institucion arsimor janë drejt përfundimit, duke ofruar ambiente tërësisht të rikonstruktuara bashkëkohore për zhvillimin e procesit arsimor. Gjatë vizitës, Ministria Kumbaro theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me pushtetin vendor për përmirësimin e infrastrukturës arsimore në të gjithë vendin. Pam nga afër ecurinë e punimeve për rikonstruksionin e plotë të shkollës 9 vjeçare Pano Nikola Meniko, e cila po bëhet gati të hap dyert për nxënësit dhe mësuesit në këtë vit të ri shkollor. Shkolla e rikonstruktuar do t'i ofrojë 115 nxënësve dhe mësuesve ambiente bashkëkohore dhe moderne për një proces mësimor më cilësor. Bashkë me pushtetin vendor, po bëhemi gati për vitin e ri shkollor, duke realizuar ndërhyrjet e domosdoshme në shkolla nga veriu në jug për t'u siguruar nxënësve tanë kushte sa më të mira dhe optimale për të mësuar. Teksa 42 terrene sportive dhe shkolla të reja, me klasa, biblioteka, laboratore, ambiente për aktivitete do hapin dyert në këtë vit të ri shkollor, për mbarvajtjen e procesit mësimor dhe programit, pas shkolle me kushte dinjitoze për çdo nxënës, tha Kumbaro. Pas përfundimit të investimit, rreth 115 nxënës dhe mësues do kenë në dispozicion kushte më të mira për zhvillimin e mësimit, ndërsa investimi në shkolla dhe kopshte do të shërbejë në total më shumë se 115 fëmijëve, nxënësve, mësuesve dhe edukatorëve të qytetit Imar. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro njoftoi sot hapjen e aplikimeve në e-Albania për regjistrimin e nxënësve në institucionet arsimore. Sipas Kumbaros, aplikimet do të rihapen më 24 gusht dhe do të qëndrojnë të hapura deri më 7 shtator të vitit 2026 me qëllim përfundimin e procedurave të regjistrimit për vitin e ri shkollor. Procesi do të jetë i hapur për regjistrimet në klasën e parë, regjistrimet në klasën e 10, si dhe për nxënësit që synojnë të regjistrohen në shkollat artistike dhe sportive. Ministria këshilloi prindrit dhe nxënësit që nuk e kanë përfunduar ende regjistrimin të shfrytëzojnë këtë periudhë dhe të kryejnë aplikimin brenda afatit të përcaktuar. Respektimi i afatit është i rëndësishëm për përfundimin në kohë të procedurave dhe për të shmangur problematikat me regjistrimin në shkollë. Kalaja e Gjirokastrës nuk njeh pushim në këto ditë gushti. Oborret dhe hapësirat e kalas mbushen me turistë, duke dëshmuar interesin në rritje për Gjirokastrën si destinacion kulturor dhe turistik. Fluksi i vizitorëve vijon të jetë i lartë, me turistë vendas dhe të huaj që zgjedhin të vizitojnë një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në jug të vendit.
Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një nga destinacionet më të vizituara në jug të vendit. Vetëm gjatë periudhës janar-korrik 2026, ky monument i rëndësishëm historik ka pritur 161.274 vizitor, duke shënuar një rritje prej 13% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Turistët cilët kanë zgjedhur të vizitojnë Kalan shprehen të impresionuar nga historia, arkitektura dhe panorama që ofron ky monument. Jemi vërtet të mahnitur nga historia dhe arkitektura e Kalas së Gjirokastrës. Është një vend unik që të kthen pas në kohë dhe të ofron një eksperiencë shumë të veçantë. Për ne ishte një nga ndalesat më të bukura gjatë vizitës në Shqipëri. Na pëlqeu shumë vizita në Kala. Pamja është e mrekullueshme dhe historia që mbart ky vend është shumë interesante. Do ta rekomandonim patjetër për çdo që viziton Gjirokastrën. Ata vlerësojnë ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe përvojën unike që ofron vizita në këtë pikë historike, duke e konsideruar një ndalesë të domosdoshme për çdo që viziton Gjirokastrën. Arkitektura e Kalas së Gjirokastrës është një dëshmi e fortë e trashëgimisë historike, e cila është e mirë mbajtur bukur. Muret mbrojtëse, struktura e gurit dhe organizimi i hapësirave brenda saj pasqyrojnë stilin karakteristik të fortifikimeve të kohës, duke ruajtur vlerën e saj autentike. Na pëlqeu shumë. Kala e Gjirokastrës është ruajtur me kujdes ndër vite, duke konservuar strukturën e saj origjinale dhe elementet karakteristik të arkitekturës mesjetare. Restaurimet e kryera kanë synuar të mbrojnë autenticitetin e mureve dhe hapësirave të brendshme, duke kthyer Kalan në një monument të gjallë të historisë. Rritja e numrit të vizitorëve shihet si një tregues pozitiv për zhvillimin e turizmit në zonë. Kalaja e Gjirokastrës vazhdon të jetë një simbol i historisë dhe kulturës shqiptare, duke tërhequr çdo vit gjithnjë më shumë vizitor nga e gjithë bota. Kartela e pasurisë dhe harta kadastrale mund të rifreskohen në çdo kohë përmes një aplikimi online i Albania, njofton Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Sipas kadastrës, qytetarët mund të marrin njëkohësisht kopjen e kartelës së pasurisë dhe fragmentin e hartës kadastrale, duke ndjekur një procedurë të thjeshtë në platformën e shërbimeve elektronike. Kartela e pasurisë përmban të dhëna për pronarin ose bashkëpronarët, numrin e pasurive, volumin dhe faqen, zonën kadastrale si dhe informacion të tjera që lidhen me pronën, ndërsa harta kadastrale pasqyron kufinë e pronës, madhësinë dhe pozicionin e saj. Për të aplikuar, qytetarët duhet të hyjnë në e-Albania dhe të zgjedhin shërbimin aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë. Në mënyrë automatike përzgjidhet edhe shërbimi aplikim për lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale. Më pas qytetari përzgjedh pasurinë, plotëson formularin elektronik dhe dërgon aplikimin, ndërsa pagesa mund të kryhet online në bank ose përmes postës. Këto shërbime mund të përfitojnë edhe përmes procedurës së përshpejtuar duke zgjedhur shërbimin me kodin PP përpara emërtimit. Kadastra thekson se mundësia e aplikimit online synon të bëjmë të thjeshtë dhe më të shpejt marrjen e dokumentacionit kadastral nga qytetarët. Një situatë e vështirë zjarri është regjistruar në luftin të bashkisë me Maliaj, ku flakët për disa orë kanë rrezikuar edhe banorët e zonës. Për shuarjen e zjarrit janë angazhuar forcat zjarrfikse të bashkisë me Maliaj, të mbështetur nga shërbimet e MZSH-s Tepelen, Gjirokastër dhe Këlqyer. 4 bashki janë angazhuar në terren me forca dhe mjete për përballimin e situatës. Deputetja Mirela Kumbaro ka falenderuar zjarrfiksit për punën në kushte të vështira, si dhe institucionet vendore për koordinimin e operacionit. Në një reagim publik, Kumbaro ka bërë apel për më shumë kujdes gjatë ditëve të nxehta, duke theksuar se një pakujdesi e vogël mund të kthehet në një rrezik të madh për njerëzit dhe natyrën. Mungesa e rreshjeve dhe temperaturat e larta gjatë muajve të verës kanë ndikuar edhe në punën e bletarëve nëpërmet. Thatësira ka sjellë tharjen më të shpejtë të bimësisë dhe paksimin e nektarit, duke ndikuar drejt për drejt në sasinë e mjaltit të prodhuar. Ndryshimet klimatike po lënë gjurmë edhe në bletari. Temperaturat e larta dhe mungesa e rreshjeve kanë ndikuar në zhvillimin e bletëve dhe përpasojnë në sasinë e mjaltit të prodhuar. Nëpërmet një nga zonat e njohura për prodhimin e mjaltit cilësor, bletarët të raportojnë një sezon më të vështirë se vitet e mëparshme. Bletëritësi Fatos Okolishta thotë se pavarësisht kushteve të pafavorshme, cilësia e mjaltit është e ruajtur, ndërsa sasia e prodhuar ka qenë më e ulët. Si vjetë pavarësisht se pranvera u paraqit shumë e mirë,
po për prodhim për sasin e mjaltit nuk ishte në ato që ishim vjet edhe par vjet. Ishte një sasi me pak nga vitet e kaluara. Këto tani janë për arsye të kohës, të shirave, tani mbas shirave ishte thatësira dhe kështu që për kujdes i bletës tani në këtë periudhë më kryesorja është për varron, që i themin e bletarët. Dhe kjo është një ndër më kryesoret që duhet të kenë të gjithë bletarët, qoftë ata që janë të vegjël dhe sigurisht ne që jemi bletarë të mëdhenj, po më shumë këshilloj bletarët e vegjël, që duhet të kenë kujdes tek varroa. Kjo është gjëja më kryesore për bletarët. Për bletëritësit, sfida e sotme mbetet e lidhur vetëm me ruajtjen e cilësisë. Ndryshimet e motit po i detyrojnë ata të tregojnë më shumë kujdes edhe të përshtatin mënyrën e menaxhimit të koshereve me kushtet e reja klimatike. Përsa i përket bletarisë, bëhet transporti në bazë të kullotave, po si vjet për arsye të kohës që nuk dha dushku që bëjmë transportin, lëvizjen e bletëve, nuk i lëvizëm si vjet për arsye të kohës. Tani presim, kemi vetëm në tetor-nëntor që presim mjaltin e marës. Megjithse sasia e mjaltit është më e ulët, bletëritësit e përmetit vijojnë të ruajnë traditën dhe cilësinë e prodhimit. Kakavia vijon të jetë një nga pikat më të ngarkuara të kalimit kufitar në jug të vendit, me mira shtetas dhe mjetet të përpunuara gjatë 24 orëve të fundit. Sipas të dhënave të shërbimeve kufitare në pikën e kalimit Kakavi janë përpunuar 10.581 shtetas në hyrje dhe dalje. Prej tyre 4.294 kanë hyrë në Shqipëri, ndërsa 6.287 shtetas kanë dalë nga vendi. Edhe qarkullimi i mjeteve ka qenë i lartë, me 3.083 mjete të përpunuara, 1.317 në hyrje dhe 1.766 në dalje. Nga kjo pikë kufitare 387 shtetas kanë hyrë në Shqipëri për qëllime turistike. Ndërkohë në pikën e kalimit kufitar 3 urat gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 698 shtetas, nga të cilët 275 në hyrje dhe 423 në dalje. Në këtë pikë janë regjistruar gjithashtu 267 mjete, 107 në hyrje dhe 160 në dalje. Vetëm 20 gusht për qëllime turistike nëpërmjet 3 urave kanë hyrë 39 shtetas. Fluksi në të dyja pikat kufitare pasqyron lëvizjet e shtuara të kësaj periudhe, teksa sezoni turistik po shkon drejt fundit dhe migrantët nisin kthimin drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Qafa e pazarit në Gjirokastër është kthyer në një skenë të hapur të traditës, ku ritmet e folklorit të Dropullit kanë sjellë ngjyra, muzikë dhe gjallëri në kuadër të ditëve të Iso Mbikaldrëm. Veshjet tradicionale, vallja dhe tingujt e muzikës popullore krijuan një atmosferë të veçantë, duke tërhequr edhe turistë, të cilët ju bashkuan në ritmit. Netët e Gjirokastrës marrin jetë nga tradita dhe kultura. Mbrëmjen e kaluar, aktiviteti Iso Mbikaldrëm solli në rrugët e qytetit ritmin e valleve të Dropullit. Valltare të shoqëruara nga vendasit dhe turistë të huaj e kthyen mbrëmjen në një festë të përbashkët, ku tradita u përjetua nga të gjithë. Në aktivitetin që organizoj sot Bashkia e Gjirokastrës, ne morëm pjesë bashkë me asamblin e Dropullit, edhe kërcyjmë vallet të bukura tradicionale nga zona tonë, që u pëlqyen edhe shumë nga turistët që kishin ardhur këtu, edhe u përfshin dhe ata në vallin tonë. Kam shumë vite që e ushtroj këtë profesion, që kur isha 7 vjeç në aktivitetet e shkollës. Mua është shumë e rëndësishme nga që ne mbajmë të gjallë traditat e zonës tonë, edhe përfaqësojmë asamblin tonë në vende të ndryshme të Shqipërisë dhe të Greqisë, e duke kërcyer vallet e zonës tonë. Për valltarët e grupit të Dropullit, aktivitetet të tilla janë të rëndësishme për të mbajtur gjallë një trashëgimi që vjen ndër breza. Në sezonit kemi qenë të përfshira në përfaqësimin e zonës së Dropullit me vallet tona dhe në Greqi edhe në Shqipëri. Aktivitetet janë shumë të rëndësishme sepse ne përçojmë traditën dhe kulturën tonë ndër breza, gjithashtu njohjen e kulturës tonë dhe nga vendet e tjera. Përmes valles dhe muzikës, tradita ruhet, përcillet dhe bëhet më e njohur edhe për vizitorët që zgjedhin Gjirokastrën.
Në Maricajt me Malia ju inauguruar ndërtimi i tyrbes ku prehen Baba Veliu, Baba Feimi dhe Baba Islami. Ceremonia bashkoi besimtar, banor dhe përfaqësues vendor, në një ditë kushtuar besimit, historisë dhe traditës. Ndërtimi i tyrbes vlerësohet si një kontribut për ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të zonës. Në fshatin Maricaj të njësisë administrative Luftin në bashkinë me Malia është inauguruar ndërtimi i tyrbes ku prehen 3 baballar të ndritur të udhës bektashiane, Baba Veliu, Baba Feimi dhe Baba Islami. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast në fillim të aktivitetit, fjalën e mori kryetari i bashkisë me Malia Albert Malaj, i cili theksoi rëndësinë e kësaj vepre për trashëgiminë kulturore dhe shpirtërore të zonës. Më pas përshëndeti edhe Haxhi Baba Ardit Selmani, i cili vlerësoi përkushtimin e besimtarve dhe kontributin për ngritjen e këtij vendi të shenjtë. Jemi mbledhur së bashku për të përuruar dhe hapur zyrtarisht tyrben e rindërtuar të fshatit Maricaj. Një vend që përtej vlerave të tij shpirtërore, kulturore, mbar kujtesën, historinë dhe traditën e këtij komuniteti. Rindërtimi i kësaj tyrbe nuk është tjetër kërcimi, por rikonstruksion i një objekti. Është një akt respekti ndaj së kaluarës, ndaj brezave që na kanë paraprirë dhe ndaj trashëgimisë që kemi për detyrë të apërcjellim brezave tanë. Këto vende kanë një rëndësi të veçantë për komunitetin. Ato janë hapësira ku njerëzit kanë gjetur ndër vite qetësi, besim, shpresë edhe bashkim. Që sot Maricaj në këtë tyrbe të mrekullueshme të sapo inauguruar u bashkohet ditëve të shënuara bektashianit, duke sjell dritë dhe madhështi. I gjithë evokimin që ne e kemi bërë dhe bëjnë veprës së ndritur të klerikëve tanë. Tyrpja sapo ngritur është një monument i gjithësisë besimit tonë, e cila ka vendin e saj të merituar në radhë të parë në shpirtrat e besimtarëve të kësaj zone lemtej, në jetët e të belencëve dhe të tjerë, e ngritur në vendin e dekesë së dikurshme për krahë të keve të tjera të Koshtanit, të Krasit, të Memaliajt, të Turanit, të Arakopit, të Komarit, të Glavës dhe të tjera. Ky vend i shenjtë do të ndriçojë me dritën e Muhamet Aliut. Jeta, urtësia dhe shërbimi i këtyre figurave në rrugën e së vërtetës mbeten një dritë udhërrëfyese për besimtarët bektashin dhe një pjesë e çmuar e trashëgimisë son kombëtare. Rindërtimi i tyrbes përfaqëson një akt mirënjohjeje ndaj veprës së të parëve dhe një dëshmi e përkushtimit për ruajtjen e besimit, historisë dhe vlerave të shenjta që janë trashëguar ndër breza. Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, intelektual nga Gjirokastra, personalitete të jetës shoqërore, kulturore e fetare, si dhe grupi polifonik i bashkisë. Gjithashtu aktivitetit i dha hieshi edhe prania e mjeshtrit të madh të këngës popullore shqiptare Ylli Baka, i cili me interpretimin e tij artistik e ktheu këtë ditë në një festë të veçantë për të gjithë të pranishmit. Banor të shumë të zonës të ardhur nga vende të ndryshme të botës, të cilët kthehen për herë në fshatin e tyre, ishin pjesë e kësaj dite të rëndësishme, duke shprehur emocionet dhe vlerësimin për rindërtimin e tyrbes. Ata e cilësuan këtë investim si një rikthim të identitetit dhe historisë së zonës.
Unë jam banor i fshatit, i rritur këtu, vazhdoj qëndroj këtu, po thuaj pjesën më të madhe të jetës se kaloj këtu. Dua të falenderoj në radhë të parë organizatorët që bën këtë mundësi. Na krijuan mundësinë për riparimin dhe rregullimin e vendit të shenjtë, Dylbes tonë. Kjo ka qenë një nga teqet më të shquara. Fal investimit filloi të rikëmbet, të rregullohet, edhe ne gëzojmë plotësisht mundësinë për të bërë adetet tona fetare. Unë banoj në Tepelen dhe në Tiranë. Jam djali i fshatit, jam 71 vjeç, quhem Habib Guci. Është kënaqësia jone e madhe që u ndërtua një vend i shenjtë, që neve tërë jetën kemi patur teqe në fshatin tonë dhe është teqeja e dytë e tretë në rrethin e Tepelenës mbas teqes Rabies të Koshtanit. Ka qenë dhe teqe e Maricaj, që në kohë shumë të lashta. Dhe këta 4 baballar që janë këtu janë të Mariciot. Baba Veliu, Baba Musai, Baba Islami, Baba Fehimi. Kjo është një falë gjithë Mariciotëve kudo që janë, që sponsorizuan, dhe falenderoj dhe ata nisëmtarët që krijuan këtë, që është një gjë e mirë, një gjë mrekullueshme për njerëzit, se ne jemi bektashin dhe kemi patur teqe dhe kemi gjyshit tanë ka qenë më hyrë. Kam shumë nostalgji për këtë vend. Jemi të larguar tani, kemi sakrifikuar aq shumë si të gjithë. Dhe jam shumë e kënaqur që e realizuan këtë qëllim të kësaj teqe që bëhet edhe në kujtim të atyre, se ne e kam dëgjuar nëpërmjet njerëzve që ka qenë teqeja me këta njerëz shumë të dëgjuar, dhe këta kanë qenë bektashinët e parë të kësaj kur kanë hedhur themelet, dhe e mendoj se e meriton. Unë jam mije këtij vendi, vim çdo vit në fshat dhe kemi ardhur për të festuar inaugurimin e Dylbes Maricaj bashkë me bashkëtarët tanë, të ardhur nga jashtë, nga brenda vendit dhe kudo ku janë. Kemi nostalgji për vendin, jetojmë në vende të ndryshme, kështu që detyrimisht kemi ardhur të nderojmë të gjithë, domethënë këtë mbrëmje të sotme për të cilën jemi mbledhur. Tyrbja e Maricajt, e themeluar në mesin e shekullit të 18 nga Baba Musai, ka luajtur një rol të rëndësishëm në ngjarjet historike të Trevës, duke u shndërruar ndër vite në një vatër dijeje, besimi dhe dashurie për komunitetin. Rindërtimi i kësaj tyrbeje në Maricaj nuk është vetëm një rikthim i një objekti të rëndësishëm kulti, por edhe një ringjallje e kujtesës historike e shpirtërore të komunitetit. Kjo vepër dëshmon se vlerat e trashëguara ndër breza vazhdojnë të ruhen me përkushtim dhe të përcillen tek brezat e rinj, duke e mbajtur të gjallë besimin, traditën dhe identitetin ton kombëtar. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashk, mirupafshim.